Darin, vajzë e re, ishte martuar, priste fëmijë, por pritja zgjati pak, 5 vite. Derisa Allahu subhanahu wa ta'ala e begaton. E lumtur te i mase, që po priste fëmijën e saj të parë. Por, shtatzania ishte e vështirë dhe lindja e saj pra u bë me operim. Gjatë kohës lehonis, në diskutime sipër me bashkëshortin e saj, vendosin që të merrnin, ishte një grua në lagjen e tyre, grua e moshuar, pak, pro që shërbente në disa shtëpi, dhe vendosin ta marrin edhe në shtëpinë e tyre, pra gjatë kësaj kohe. Ndërkohë që familja e saj jetonin larg, në një qytet tepër të largët. Vjen kjo grua e moshuar dhe nis pra të kujdeset për shtëpinë, të gatuaj, të pastroj. Nuk zgjati disa ditë dhe nis sikur ta ankohej, thot, po sikur të marr vajzën time të re, pra e cila si kishte mbushur akoma 20 vjeçare, thot ta marr atë, pra 20 vjeçare afërsisht, thot ta marr atë dhe të më ndihmoj. E shoqëron disa ditë ajo, kujdesej pra për foshnjën, gatunte diçka, kujdeseshin për nënën e foshnjës, derisa nuk zgjati disa ditë, filloi të vinte vetëm vajza, e jam ajo. Diçka e dyshimt disi, por than, shiko kjo 40 ditë pra afërsisht, pra 1 muaj e pak afërsisht dhe më pas do të çohej vet, do të kujdesej vet. Derisa kur kaloi afërsisht 1 muaj, kjo nisi sikur ta merrte veten, dilte. Dhe në një moment, në një prej ditëve, shikon pra bashkëshorti i saj si rrallë herë, largohej pra orari që vinte, jepte e përshëndeste, kur ikte për në punë. Por atë ditë jo. Çohet, thërret, askush s'përgjigjej. Thërret këtë pra shërbetoren, por as ajo s'u përgjigj. Me sforco, nis të kontrolloj dyert, por dhomat as pak. Atëherë mendon, thot, mos është në katin e dytë. Ngjitet në katin e dytë, kur shkon tek dhoma e gjumit, troket hap derën, shikon shërbetoria, ishte në dhomën e saj me rroba gjumi. Ato se të mërzitet, thot, ç'a të bën ti në shtëpinë time, pra ç'është kjo lloj paturpësie. E rëndësishme, ajo i kthehet me njëherë, thot, si paturpësi. Unë, thot, pra i tregon që ishte në një lidhje me bashkëshortin e saj. Sa nuk ju shemb pra shtëpia mbi kokën e saj. Atëherë, në grindje e sipër, ajo akoma plaga e saj nuk ishte mbyllur. Në grindje e sipër, përplasen me njëra tjetrën dhe në zënka Darin bie për tokë. Ndërkohë, bashkëshorti, kur kthehet prej pune, e shikon shërbetoren që po mbante foshnjën në krah dhe pyet, thot, ku është Darin? Thot, duhet jetë është sipër ndoshta, thot, ka shkuar sipër. Po si çdo gjë normal, sikur s'kishte ndodhur asgjë. Ngjitet lart, kur shikon, e shikon bashkëshorten e tij e shtrirë për tokë, ndërkohë rreth saj gjak, shikon tek dera, pra kishte gjak, merr lemerin, ngjitet edhe kjo shërbetoria lart, edhe ajo merr lemerin, thot, edhe i thash, mos u ngjit lart, e ndryshoi krejt situatën. Edhe i thash, thot, mos u ngjit lart, por nuk më dëgjoi. Atëherë e merr, ajo ishte gjallë ose vdek, pra në momentet e fundit. E merr, e çon në spital, por ndërron jetë. E pyesin, thot, si ndodhi? Thot, u ngjit lart, dhe si duket u pengua dhe ashtu ndroi jetë.
e rëndësishme e mbyllën si çështje, e varrosën, ndërkohë vinë familjarët e Darin, ulen me bashkëshortin e saj dhe në diskutime sipër thonë, po si ndodhi, si ishte situata. Dhe kjo i tregon, thotë, ajo ishte pra në shtëpi dhe ishte shërbëtorja, pra ajo tha që në këtë formë pra si duket është penguar dhe pra shpërplas dhe i është hapur plaga. Caktimi i Allahut. Por gjithsesi nëna e kësaj vajze kishte një lloj dyshimi dhe tha çështja e saj është tek Allahu. Kaloi pak kohë, erdhën familjarët e Darin dhe vendosën ta merrnin edhe djalin. Vendosën ta merrnin djalin e Darin, thanë që ta kujdesemi ne për to. Në rregull, thot bashorti. Pra pa asnjë pikë problemi. Kaluan vite, kjo shërbëtore tashmë nga një njeri tepër i varfër, kishte një vil, martohet, bën një ceremoni pra martese me këtë burr dhe Zoti i gjithësisë e begaton me fëmijë, pra fëmijë të shumt dhe në një ditë prej ditëve vendosin me këtë bashortin që dilnin në një ndenjë, të dilnin pra së bashku me familjarët në një ndenjë, diku jashtë dhe gjatë rrugës, subhanallah, besojnë aksident. Dhe dëron jetë bashorti i saj dhe që të gjithë fëmijët përveç kjo dhe djali i madh. Por edhe kjo me plag. E rëndësishme e thyer kthehet në shtëpinë e saj. Kaluan një farë kohe dhe kjo her pas here pra kishte mjekimet, derisa në njërën prej situatave pra që kjo ishte në spital, djali i saj, i vetëm pra që i kishte mbetur, edhe ai pëson aksident dhe ndëron jetë edhe djali i madh i saj. Ndërkohë kjo, nga aksidenti pra që i kishte pësuar, kishte mbetur e paralizuar. Dhe pra duhej dikush t'i shërbente me karrocë. Nuk kalon shumë, kaloi në kujdesin e vllajt të saj pra të madh. Vllai i saj i madh, atë hisen që kjo kishte tek shtëpia, vendos që ta shisnin. Dhe kjo, ndakord s'kishte diçka në dorë t'ishte. Vendos ta shes dhe shet edhe shtëpinë e tij vllai i madh, e le këtë rrugëve dhe largohet. Largohet për në një vend tjetër. Subhanallah. Kjo tashmë mbeti pas tre, pa shtëpi, pa dikë që kujdesej për të. Dhe cakton Zoti që të ritakohej me t'jamën e Darin dhe djalin e saj. E kur takohet, vendos që t'ja tregoj ngjarjen, pra ashtu siç ajo ishte në të vërtetë. E kur ja tregon të jamës, subhanallah, nëse njeriu mendon, pra i sistemon çështjet dhe mendon se çdo gjë ka marrë fund, harron drejtsinë e të madhit Zot. Pra Allahu subhanahu wa taala ti bi situatat, ti bi çështjet, pra nëse ti i bën pa drejtësi dikujt, dije që pra ja hap gropën tjetrit, dije që bi vetën to. O mundua me çdo gjë, pra ti bonte pa drejtësi asaj gruaje, Allahu subhanahu wa taala ja ktheu pra në veten e saj, edhe ma rënd, edhe ma keq. Vllai nderuar, motrë nderuar, je i kënaqur me atë që ka caktuar Zoti i gjithësisë për ty. Mos syno me shkatru familjen e tjetrës. Mos syno me shkatru familjen e tjetrit. Mos u mundo me i bë pa drejtësi tjetrit,
se Zoti i gjithësisë është i drejtë, nuk bë pa drejtësi Allahu i lartësuar. Këtë ngjarje e përmend normal, unë mundova ta përmbledh dhe ta përshtas, pak e përmendet në librin Iqdu al-Laali wal-Ibar. Dhe ishte me të vërtet ngjarje prekse. Dhe mendova, thash, ta ndajmë së bashku, por patjetër duke nxjerr mësime prej saj. Mos bë padrejtësi. Se padrejtësia vjen hadith profetit alayhis salam, është pra padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Atë ditë gjithë kemi nevojë për dritë. Atë ditë gjithë kemi nevojë të ndriçohemi. E nëse ti bën padrejtësi në këtë dynja, dije që në botën tjetër. Pra në këtë dynja ke për ta pësuar, Allahu na rujt, por më e rënda është në botën tjetër, Zoti na rujt. E ashtu, kjo grua pra, e cila bori padrejtësi, jetoi me sadakat dhe lëmoshat që i jepnin njerëzit derisa dëron jetë e vetmuar, Zoti na ruajt. Amin.